Është e vërtetë edhe kur e kemi pas. Po kur e kemi pas që e ka ftu Mirlin Dakun, kemi festu gjithë natën. Apo kupton? Tash ti te Neymarin e dojnë në Brazil. Ka qenë shumë në shumë show televizive, në shumë mediume, do të ftohet, s'do të ftohet, do të ftohet, s'do të ftohet, do të ftohet, s'do të ftohet. Ancelotti si bablok që është, ja ka bërë qefin Brazilit, apo kupton? Ja ka bërë qefin fansave të Neymarit. Ka pas, kur është thonë Emnitina, ka shpërthy festa. Si në konferencë për shtyp, si në rrugë. Gjithë Brazilin, se e dun Neymarin. Neymarin e dun, se unë besoj që Neymari po të kishë qenë i rregullt në jetën private, kishë qenë konkurent me Mesin e me Ronaldo, për cilësit, për kualitetin që ka. Edhe, normalisht që edhe sponsorët, ndrysh është Brazili me Neymarin, ndrysh është pa Neymarin. Ndrysh është Kupa e Botës, me Neymarin, ndrysh është pa Neymarin. Për shkak të ndikimit të Për shkak të ndikimit që ka, po. Për shkak të ndikimit që ka, për shkak të... Por tash, sa mundet me lujt, ato e ka ekskluzivitetin Ancelotti, edhe sa e futa i në loj, si e shfrytëzon. Edhe Neymari ishte falenderus kur u fut këtë loj, nuk është se